Kam vuri që je besimtar. A ke një shprehje ose një mësim që të shoqëron gjatë gjithë kohës? Janë dy në fakt. Ajeti ose fjala e parë e Zotit në Kur'an është ikra, lexo, studio. Dhe unë lexoj dhe studioj edhe sot. Sepse nëse do rria, si ka ndetur një pjesë e kolegëve të mi, thjesht me informacionet që ka marrë në universitet, vjen keq, po nuk do dija 5 gjëra sa di sot. Pra, sepse jemi në një botë, në një kohë ku teknologjia po hecën. Edhe fusha inxhinierike po hecën. Dhe duhet gjatë gjithë kohës thjesht i integruar, pra të ndjekësh risit. Dhe kjo është një gjë që unë e bëj vazhdimisht me veten time. Por përveç leximit teknik, kam filluar kohët e fundit po lexoj pak dhe filozofi, sepse e dua për pjesën politike, pra për pjesën e përmirësimit të leksikut. Dhe një thënie e dytë fetare që duhet ta them këtë, Zoti thot, kërkoje furnizimin të jap. Sepse një pjesë nuk mjafton të jesh besimtar i mirë, se ti mund të jesh besimtar i mirë me Zotin, por kjo është lidhje vertikale. Ne duhet ta kërkojmë furnizimin, qoftë duke punuar, duke studiuar, duke guxuar në forma horizontale. Sepse neve na intereson si qenie njerëzore që ti kemi mirë edhe marrëdhëniet horizontale me njerëzit. Se mua nuk më hyn në xhep dhe ty nuk të hyn në xhep nëse unë besoj apo jo. Apo ja, është personale. Por mua më hyn në xhep dhe më intereson se si sillesh ti nëse je komshiu im, nëse më lë plerat e dera apo i hedh te koshi. Apo sillesh me qytetari apo je, le të themi në të kaosin që shpesh herë përballen qytetarët. Pra, duhet edhe besimin ne ta kemi me këmbë tokë dhe të realizueshëm, dhe jo ta kemi si disa që e marrin gabimisht. A ke një rregull personal që nuk e thën kurrë? Rregull personal që nuk e thyej kurrë është familje. Është familje. Pra mbi familje nuk vë asgjë. Kohë që duhet të shpenzoj me fëmijët e mi, e kam të panegociueshme. Pra, çdo gjë nuk më është asgjë tjetër, as fama, as pushteti, as pasuria, vetëm koha që kaloj me fëmijët e mi, sepse vitet ikin. Unë sot kam 5 lek, nesër mund të kem 50 apo 100, mund të 10 fishoj, 20 fishoj, ama koha, fëmijëria e fëmijëve të mi nuk kthehet mbas dhe mund të jetë vonë nesër kur unë mund të kem më shumë lek, pra do ta kem humbur atë lidhjen me fëmijët e mi. Dhe duhet të ketë një balans në marrëdhënien e prindit me fëmijën, sidomos babai me djalin, se vajza është pak më ndryshe me maman, e kanë lidhjen, sepse sot babai duhet të jetë ai që të flasi me djemt, se nuk mjafton bën një gabim këtu te ne shumë të madh, edhe miqtë e mi, unë ja them shpesh, japin djemve kur i kanë adoleshent lek, japin makinën, nuk ka nevojë për atë. Ka nevojë për prezencën e babait në shtëpi, shtylla e shtëpisë. Unë sot kur shkoj në fshat te prindrit e mi, kur vjen baba im, hyn nder unë çohem kem. Pra, e kam të ngulitur dhe shenjë respekti. Pra, sepse kështu jemi rritur. Dhe kjo është tradita në fund ditës e shqiptarëve. Pra, kjo është tradita jon. Ku i kemi ne traditën sot? Pra, kemi fëmijë që nuk i kërcet fare që po vjen babai. Flet me babain si flet me një shok rruge. Kjo është tradita e shqiptarit? Kjo është ajo që kanë luftuar të parët tanë? Pra, duhet, përveç përmirësimit dhe avancimit teknologjik, duhet mos të harrojmë dhe traditat. Duhet jemi me këmbë tokë, të respektojmë babën, të respektojmë gjyshin, të respektojmë maman, vllajën e gjithë me radhë. Dhe këtu shoqëria jon fatkeqësisht po çedon dhe po shkon në regres.